Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta edhe sot kemi një video të re. Këtë herë nuk e nisa vlogun tim që në mëngjes, sepse sot në mëngjes kisha një 2 orë kisha punë. Edhe po e nis tani, jam veshur, jam bërgati, jam rregulluar pak. Tani do dal edhe do shkoj pak te një supermarket te Lidl që është hapur kohët e fundit tani në Matera, nuk kam qenë ndonjëherë. Tu ku jetoj unë nuk ka Lidl. U bëra kurioze, më duan dhe disa ushqime dhe thash të bëj një xhira. Dej edhe të shikoj edhe të blej. Por si fillim do ndaloj të pi një kafe shpejt sepse ajo kafja e mëngjesit sikur nuk më pëlqeu shumë sot, nuk më shijoi edhe nuk e mbarova. Edhe tani ka momente të pi një tjetër sepse po ma kërkon trupi. Do vendos pak edhe këto syzet. Po, që më ka bërë melodia me njoll. Nuk e di për këto kohët e fundit jam fiksuar pak nga këto syzet. Kështu fiksohen edhe ju si puna ime? Me fiksime me trendet të momentit. Sa po arrita tek Lidl, e mendoj që është shumë larg për të ardhur për të bler ushqime këtu, sepse më shumë se sa do blesh ushqime, të harxhosh lek për ushqime, do harxhosh lek për naftë, sepse ishte diku tek sa kilometra ishte? Ku tek 19 ose 20 kilometra larg, më duket, nuk e di. Ku tek 15-20 minuta me makinë. Për të ardhur nga herë rrallë nuk është keq kur do të bësh një xhiro, edhe unë se herë e parë sot ta shikoj. Me që nuk kam qenë ndonjëherë në Lidl, se siç ju thash tek qyteti ku jam unë nuk ka Lidl, përveç se në Bari, që në Bari është një orë larg, ka diku tek 4-5 muaj që është hapur, me sa duket ose më shumë, nuk jam e sigurt. Unë tani kam parkuar makinën, edhe tani do dal të shkoj brenda, normalisht kam ndonjë lekë në makinë, sepse ke marrë dot gjithë të kamerë me vete, dhe pjesë të vogël mendoj që e kap edhe me telefon. Mbarova, bleva disa gjëra, më pëlqeu si supermarket, kishte gjëra interesante, çmimet ishin pak më të larta se supermarketet e tjera, me sa pashun, por më la përshtypje të mirë, kishte edhe nga kasat elektronike që mund të paguaje vetë, pra mos të prisje një kasiere, paguaje më shpejt ose kështu. Ishte pak e komplikuar sa ta kuptoje si funksionon, por kishte operator aty që të ndihmonin, të tregonin si funksionon. Një gjë tjetër që ishte një plus besoj dhe më pëlqeu shumë, që tek supermarketet që kam unë afër shtëpisë nuk ka dhe nuk kisha parë deri më sot, ishte pjesa ku e cila kishte fugacce, pica, brioche, biskota, buk, baget, panine, çdo gjë, domethënë, dhe ishin të freskëta. Ti mund t'i merrje vetë edhe t'i zgjidhje vetë, domethënë mjafton të merrje cilën do gjë që doje, i stampoje pra çmimin, etiketën, edhe është gjë shumë e mirë, mund të them, dhe kishte shumë llojshmëri zgjedhjesh. Unë mora një simite faktikisht, ishte si ato simitet turke që hajnë në Turqi, më duk shumë interesante dhe mora një. T'ja çoj dhe gocës e ta provoj në shtëpi. Tani do iki sepse ora po shkon 3. Edhe është super vonë. Kastraveci. Juve nuk ju besohet, por mua sot vetëm ora 4 më solli në shtëpi. E kam kuptuar fare se si iku kjo ditë kështu. Kam dalë që në orën 8 nga shtëpia në mëngjes. Mbarova punën që kisha, në 12:30 jam kthyer në shtëpi. Thjesht u ndrova për të dalë përsëri. Edhe vetëm tani
erdha diku tek 20 minuta që mund të kem ardhur në shtëpi, sa janë gjitha ushqimet lart, hëngra buk, edhe tani më duhet të sistemoj të gjitha ushqimet që bleva. Vetëm një vërejtje të vogël kisha për Lidl, sepse nuk kishte pjesën e salumeris, pra aty ku të presin prosciutin direkt të freskët, domethënë, dhe nuk ke nevojë të marrësh nga ato të konfeksionuarat, që nuk e dim se sa kohë mund të kemë të mbyllur aty në pak. Siguri unë prosciutin gjithmonë e marr të freskët, pra që e pret në moment edhe ma fut në qese direkt. Atje nuk kishte, ishin veç ato me pakut të mbyllura, nuk e mora fare ku erdha këtu ku jetoj, e mora tek supermarketi që zakonisht marr ushqime. Edhe tani t'ju tregoj pak se çfarë mora, duke filluar nga gjëja më e bukur, të cilat janë të lulet. Lidli në përgjithësi, siç kam parë në video ose siç kam parë recensionet e njerëzve, thonë që ka shumë lule të bukura, edhe në të vërtetë kishte lule të bukura, shumë llojshmëri lulesh, trëndafila të kuq, roz, të verdhë dhe të bardhë. Mua më pëlqyen të bardhë, edhe mora të bardhë. Plus lulet vinin edhe me këtë bustinën, që do të jetë ndonjë ilaç për ta hedhur të kujti që të mos prishet. Kushtuan diku tek 4 ose 5 euro, nuk e mbaj mend mirë. Mora moll, domate, banane, limona, spinaq, mora pras, nuk e di si me çfarë do i gatuaj, ose pyrek ose supë mendoj që do i bëj, kohë që nuk blija pras edhe thash do i marr. Sallat, djath, kjo pas ka rrjedhur pak, është gjizë freskët, prosciutto për tost, salcice pule, kastraveca, vezë, kastraveca të tjera, por këto janë turshi, djath i bardhë edhe pancet për makarone, dolce të ndryshme, patatina nga këto pakët e vogla për melodi. Siç keni parë në klipet më përpara, mora një simite, ishte se ato simite turke që shohim nëpër filma. E hëngrëm, e provuam. Ishte shije se ato çibukët me djath, i dini ato çibukët e trasha? Po, që janë me djath në Shqipëri, paka shumë atë shije kishte. Mora një avokado, qumësht, shumë qumësht, Red Bull, edhe Red Bullin e mora të dyqanet që janë këtu, tek qyteti që jetoj, sepse tek Lidl kushtohet e më shtrenjtë se sa dyqanet që kanë këtu. E moj këto. Edhe të morëm këtë. Të bëjë shapo. Aha. Më dërgoj shapo. Tani kam një rumuj, do të tregosh shampon? Tregoje shampon. Goca ime të tregoj shampon? E si shapo në rite. Bravo. Po thoja që tani kam një rumuj të papar këtu në tavolinë. Të gjitha këto kushtuan 75 euro, gjëra që mora tek Lidl, edhe 30 euro që mora tek supermarketi këtu afër shtëpisë. Tani më duhet t'i fus të gjitha në përvende. Pjesa më e bukur. Mendoj që do i fus pak një të pastruar, sepse me që frigoriferi tani është bosh, para se të fus ushqimet, bëj një pastrim para. Çfarë ndryshimi ka mes një vezë pule dhe një vezë pate? Spinaqin do e lej pak të kulloj, do e ndaj në disa qese dhe do e fus të mbëlirja, kështu që mund ta gatuaj kur të dua dhe nuk kam frikë që të prishet.
Përshëndetje nga një ditë tjetër. Sa po erdha në shtëpi tani, isha dalë që në mëngjes për të bërë pak ecje. Me të vërtetë që më bëri shumë mirë, ndihem super e lodhur, po më dhe mbi këmbët. Tani do bëj një dush, ndrohem edhe mendoj se do dal sepse të shkoja tek Pepko edhe të shikoja për disa tuta për melodinë, sepse në përgjithësi ka vazhduar të mos doj të veshim më xhinse kur shkon në kopësht, edhe unë tuta nuk është se kisha edhe shumë. Më shumë kisha streqe, por për këtë periudhën e ftohtë streqet nuk janë edhe aq mirë. Është ftohtë edhe normalisht me streqe bardhin, kështu që mendoj të shkoj të hedh një sy sepse atje sa ka dhe me çmime të arsyeshme, kështu që kaluar edhe një muaj, 2 muaj, mendoj që do jenë mirë. Në fakt po vjen dhe ora për të marrë melodin nga kopshti dhe nuk e di si do ja bëj, sepse po ta marr me vete atë për dyqane, ajo pastaj vazhdon atje, nuk më lën të shikoj, kërkon ndonjë gjë që don ta blej. Në përgjithësi është vajzë e urtë, është vajzë e mbar, por çdo fëmijë nganjëherë ka atë vetat edhe vazhdon pastaj atje me kërkesat. Nuk e di si t'ja bëj, jam e raskapitur. Flokët nuk I lava sepse mbrëm I kisha lar. Tani do vendos pak krem tek këmbët sepse po më dhembin pak. Kam bërë diku tek 15.000 hapa. Nuk më besohet, kur në jetën time si kisha bërë kaq shumë. Flokët po e mbaj kështu, e vetme gjë që më pengon janë të qërpikët që nuk e di se si të dalë në rrugë kështu tani. Tu ka pak më shumë, këtu gati a hequr fare, ka nikur pak këndej, të tjerat ka nikur sa lart sa poshtë, nuk kuptohet më. Tani do kthehem në shtëpi se më ka kapur një super uri. Sot nuk isha ngrënë as mëngjes në fakt, dhe tani po vdes për bukë. Sa po u ktheva në shtëpi, të ju tregoj pak se çfarë mora. Siç ju thash, shkova tek Pepko për tuta, por nuk është se kishte tuta ashtu siç e doja unë, por edhe pa gjë nuk dola. Mora një kostum I cili më pëlqeu shumë, edhe për çmimin nuk ishte çmim lart, 7 euro. Tash pse jo? Kjo është pjesa e sipërme, bluzja pra. Edhe poshtë kishte këto tutat që ishin shumë të bukura, materiali është shumë I butë, nuk është I trash, por mirë. Për 7 euro besoj që ja vlen. Pastaj mora vetëm 2 palë streqe. Këto ishin si me push nga brenda, ishin pak më të plota dhe thash t'ja marr sepse mendoj që do jenë mirë për tek kopshti. Bën vetëm 6 euro pra 2 palë. Kalova tek Action, mora një libër për të ngjyrosur për gocën. Atë normalisht e mori direkt sa e pa. Mora për vete këtë, e cila është një kapuç, le të themi, për lahesh ose rregullon flokët edhe në darkë don të flesh gjumë, por nuk don që në mëngjes të ngrehesh me ato flokët që t'janë bërë si lesh. E vendos të tek koka, që është në materiali seta, nuk e di si quhet në shqip. Më imagjinoni mua me flokët brenda normalisht, me këtë në kokë, si ato nga Afrika. Sepse unë nga një herë rrallë I stiloj flokët, sepse floku im është kaçurrela dhe I stiloj në mënyrë që të bëhen kaçurrela. Nëse bëj dush të darkë edhe I bëj, pastaj unë kur të ngrehem në mëngjes më janë bërë si lesh flokët. Shpresoj që me këtë të më rrinë mirë. Ishte në ofertë kjo, që më pëlqeu shumë. Ishte edhe goxha e madhe, kishte hapësirë sa të duash brenda, që merrte shumë gjëra. E mora për në banjë, sepse unë në banjë kam shampo, kremra, gel për flokët, gjëra të ndryshme. Më mirë se ti mbaj sa ndej këndej. Thash, kjo ja super vlen, me që ishte edhe në ofertë 3 euro. Tek Pepko kishin dalë disa filxhan spektakolar, shumë të bukur, që u kam lënë dhe klipin më përpara, ishin shumë të bukur, por e përmbajta veten, nuk I mora sepse kam shumë filxhan në shtëpi, kurse I përdor në fakt. Kam vetëm qef të shikoj kështu atë qefin në fillim, por pastaj janë blerë të kota, mund të them. Them tani unë blerë të kota, por më vonë nuk dihet, edhe mund ta marr sepse më pëlqyen shumë. Tani do ndrohem, edhe do shkoj të shikoj çfarë të bëj ndonjë gjë të haj, po mendoja të bëja kuskus në fakt, sepse ka shumë ditë që nuk bëj. Edhe sikur më ra mendja, më ka marrë malli për pak kuskus. Për darkë po mendoja të bëja byrek me prasët që kisha bler ditën tjetër. Po, dita ime sot do kaloj gjithë ditën në këmbë, sepse dua të bëj dhe një trileçe që ma kërkoi burri. Po bëj pak spinaq për pjesën
tjetër të familjes, ndërsa për vete, siç thash, do të bëj kuskus, sepse unë nuk e kam shumë qef spinaqin. Në përgjithësi domethënë nuk e haj, nëse bëj me makarone ose ndonjë recetë tjetër, edhe haj ndoshta, por vetëm gjell me spinaq nuk më pëlqen. Këtu kam të gjitha gjërat që më duhen për të bërë trileçen. Trileçen sa po mbarova, e futa në furrë për të pjekur edhe tani ka ardhur momenti i kafes së pasdites, sepse pasi pi kafe më duhet të filloj prapë të bëj byrekun. Që tregoj pak edhe thonjtë mia të reja. Ju pëlqej? I bëra dje. Faktikisht doja të bëja ndonjë ngjyrë të kuqe, por pastaj pasi nisa duke i bërë për tova, thjesht vendosa një gel me ngjyrë baby pink, një shtres xixa sipër edhe kaq. Shumë thjesht, shumë bukur, shumë pastër. Sot e kam haluar ditët time në këmbë, duke gatuar dhe duke bërë receta të ndryshme, pastaj qenë ditë gatimi dhe receta sot. Ky byreku me pras më kujton fëmijërinë time, që mami e gatuante shpesh edhe unë si fëmijë refuzoja ta haja sepse në atë kohë nuk më pëlqente as spinaqi, as prasët, as qepët, as gjë. Edhe supën nëse gjellën kur e bënte mami, edhe unë kape një copë qepe, domethënë shumë e vogël, më ngese në gojë dhe nuk e haja dot. Ndërsa sot përfundoj të gatuaj vetë prasët, qepët dhe të gjitha, edhe byreku me qepë ose me prasë tjetër i preferuar im. Si ndryshon koha dhe si ndryshon shijet e njeriu. Ju keni më shumë qef shimet me kri apo shimet e ëndra? Unë në përgjithësi për herë të themi kam qenë tip më shumë në ushqimeve me kri, pra preferoj më shumë kritën se sa të ëndrën. I kam shumë qef për shi, sidomos lakër për shi. Që kësaj videoje nuk i kisha bërë një mbyllje, por para se t'i bëj mbyljen, tregoj pak kamerën që kam blerë sepse kishit kërkuar në një koment në YouTube. Kamera që unë kam blerë është kjo, është një Canon EOS 250D.
E kam bler në një dyqan fizik, i cili ndodhet tu tek qyteti ku unë jetoj, i cili quhet Expert. Nuk është eksaktësisht modeli që unë kërkoja, sepse unë doja një Sony ZV-E10, diçka e tillë, nuk e mbaj me mirë emrin, që është nga ato modelet e vogla, të cilat janë pak më praktike në mbajtje dhe në filmim. Por fizik në dyqan nuk ndodheshi, edhe mund ta porosisja, por që ta porosisja vononte mbi një muaj, edhe unë faktikisht nuk doja të prisja, doja që ta bleja direkt dhe ta merrja në shtëpi kameran. Edhe më këshilluan këtë sepse më pyetën për çfarë e dua, edhe unë ju thash që e dua për video YouTube edhe gjëra të tilla, edhe më thanë që për fillim kjo është një kamerë shumë e mirë sepse kamera nuk shikohet në varësi të modelit apo çfarë lloj gjëje tjetër. Një Canon është një super cilësi dhe mjafton që ti ndërrosh pjesën e lentes, sepse lentja bën të gjithë punën. Pra, të gjithë cilësinë e fotove, të videove varet nga lentja. Unë lentën nuk kam bler tjetër, kam lentën të cilën kishte vetë kamera, që është 18-55 mm. Mendoj që sa për fillim është mirë t'i marr pak dorën e tjerë. Pastaj me kalimin e kohës ndoshta edhe mund t'ja ndroj lentën. Mikrofonin e kam bler veç sepse nuk ishte bashkë me kamerën, duhet ta bleja veç ose ta porosisja, dhe unë këtë e porosita nga Amazoni, ka kushtuar diku tek 30 euro dhe mendoj që është mirë. Nuk mund t'jetë cilësia më e mirë që mund të ketë në treg, por është një cilësi e mirë, mendoj unë, sa për fillimin. Kamera ka ekranin nga këtu, i cili hapet edhe kthehet kështu që ndërkohë që unë filmoj mund të shikoj veten nga këtu. Ka edhe ripin, të cilën kur jam jashtë e varr në qafë edhe mbaj kështu, që ta kem më komode mbajtje. Mua, si kamera e parë që kam bler, më pëlqen goxha, edhe nëse mendoni të merrni një kamerë, mund të merrni një Canon EOS 250D ose ka edhe shumë modele të tjera të Canonit. Keni zgjedhje sa të doni, ma atë që mendoni ju që jeni vetvetja, atë mund të mblini. Siç ju thash, erdhi momenti për të mbyllur këtë video. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Për më shumë video bëni like dhe subscribe. Bashkë shihemi tek video e radhës. Mirupafshim.